Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se në zonat ku vihet zjarr me synimin për hapjen e hapësirave për ndërtim, se nuk do të lejohet për 30 vite dhënia e lejeve. Në një takim me forcat e shërbimit të zjarrfikses, Rama theksoi se ta kenë të qartë të gjithë ata që kanë rekse të tilla. Kemi bërë një ndërhyrje ligjore shumë të rëndësishme që aty ku vihet zjarr do të ndalohet çdo lloj leje ndërtimi për 30 vjet. Pra nëse një territor i cili është i, si thua, hap oreks për të ndërtuar, digjet, për 30 vjet aty nuk do jepet leje ndërtimi. Që ta kenë të qartë gjithë që djegja nuk të sjell në kushtet kur ti pastaj mund të vish thua që nuk është pyll, nuk ka pemë aty, kështu që kjo është toka ime dhe unë dua të ndërtoj. 30 vjet do të ndalohet dhënia e lejes së ndërtimit dhe ai territor do të rimbillet. Dhe për këtë jemi duke punuar me Ministrinë e Mbrojtjes për të sjell edhe dronët mbjellës që janë një forcë e re e teknologjisë që ndihmojnë në ripërtritjen e territoreve të djegura, gjë për të cilën është përfshirë edhe Ministria e Mjedisit drejt për drejt. Ju falenderoj vërtet shumë për të gjithë punën që keni bërë, ju që jeni këtu. Falenderoj në mënyrë të veçantë zjarrfiksit që i shoh në këmbë atje. Ju siguroj që jemi shumë të vetëdijshëm edhe për sfidën, edhe për vlerat e mëdha të shërbimit ndaj vendit që ju keni promovuar përmes rolit tuaj në këtë përballje edhe këtë vit.